Kapiteni Bekim Bala do pjetë edhe sot me mbajtje fjalën në prononcimin për shtyp i ditë para ndeshjes, përpost atyre mesazheve që i përcollet publikut, por edhe medias, 2 gola njëri i bukur si tjetër. Urime. Faleminderit, realisht vjen mirë që u kthyem te fitoria, një fitore që më shumë blen për frymëri, mund të them në këtë moment që ishim. E mbyll me këtë vit me një fitore, pak ditë pushim dhe kthehemi të motivuar dhe me dëshirë për të bërë mirë, akoma më mirë në 2026. Bale, shumë tension para ndeshjes, ndoshta ndikuar edhe nga rezultatet e fundit, sa shliruar një Vllaznia dashur me këtë 3 pikë sotshëm. Them drejtën, mund ndoshta një tension që deri diku ka momente edhe në lojë duket. Mendoj që nisëm ndeshjen shumë mirë, 40 minuta të bëmë shumë mirë me raste, arritëm të shkojmë 2-0 dhe pësojmë një gol një moment që realisht ishte i shmangshëm apo i menaxhueshëm. Pastaj normalisht rezultati ka atë vetë, ne nisim pjesën e dytë, shënojmë shpejt, duke çdo gjë mirë, pësojmë prapë në një moment që një gol i evitueshëm mund të them. Gjithsesi, siç thash, një fitore që më shumë na jep frymëmarrje, pasi mungonte prej shumë kohësh, një 3 pikë dhe shpresoj të kena lënë mbrapa këto momente cikleshme dhe të vazhdojmë të shohim përpara. Pikërisht mesazhi juaj i ditë përpara ndeshjes, mendoni se bëre efektin e duhur? Realisht mundohem mi gjitha me motivu djemt, unë thirrjen dhe mesazhin e kisha për njerëzit, për tifozat, për ata që dojnë Vllaznin, duhet t'i rrinë afër, ndoshta kritikat për Vllaznin nuk janë me vend, pasi nuk kena bërë mirë, por mi gjitha kishim nevojë për mbështetje. Deri diku ndoshta edhe në shkallët e stadiumit duket një reagim, por mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Me tifozat ne bëna akoma më të mirë dhe sigurisht në një moment vështirë na duheshin krah. Dhe këtë Bala për vitin 2026. Po nuk do ta nis me premtime, shpresojmë bëjmë mirë, sigurisht që s'do të hyj pasi në këtë moment Vllaznici duhen piket, duhen fitore dhe shpresoj që 2026 të jetë një vit i marrë për gjithë ne. Lojtari më i mirë në ndeshje, ky trofe për kë shkon? Njëri pak për kamerën? Them drejtën, shkon për gjithë shokët e ekipit, për gjithë këtë moment cikletshëm, këtë periudhë cikletshme që kena kalu dhe gjithë ata që na mbështesin me zemër dhe na ngjin pranë këto momente fshira. Faleminderit.